Miqtë e mi, përshëndetje. Një ekspert i besueshëm thot: njeriu me dy mendje është i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e tij. Personazhit e historisë sonë të sotme ju deshën shumë vite dhe shumë dhimbje për ta kuptuar të vërtetën e kësaj thënie. Kur mësoi të ishte i qëndrueshëm, zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Bëjmë mirë të mos ja heqim syt atij të burgosurit në qelin tjetër. Mendon se e kishte seriozisht kur tha se do të vriste veten? Po ku i diet? Ai po përpiqet të vras veten. Shpejt, prijeni litarin. Duhet ja heqim të gjitha. Çarçaf, dyshek, rroba, çdo gjë. Po ndihni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 326, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Më nxjerrni jashtë. Nuk duroj dot. Më dëgjuat? Dua që të më nxjerrni jashtë. Mjaft tani. Kam ftohtë. Më ktheni rrobat. Dua të vdes. Do të pushosh apo të vim të ta mbyllim gojën, hë? Jurej. Pusho se po të rëm atje, do të ta bëjmë korrizin më të botë se barku. Dhe janë i kondicionerin nga ana e ftohtë. Mbase kështu do të zërmend. Personazhi i historisë sonë të sotme nuk ishte i ri për burgun, sepse ishte vënë disa herë pas hekurave. Megjithatë, ishte i pavetëdijshëm ndaj forcave të fuqishme që i kishin shtyr atje. Në pjesën e parë të historisë së tij me dy pjesë, do dëgjojmë se si Odell Summer përfundoi në atë gjendje para se të bëhej i lirë nga prangat. Kur isha i vogël, nëna vazhdimisht e linte Imat dhe largohej me burra të tjerë. Imat më nxirrte mua inatin, duke më rraur dhe thoshte se ishte faji im. Futesha në dollapin e rrobave dhe qaja derisa zemra ime nuk duronte më. Pyesja veten pse askush nuk më ndonte. Derisa nëna kthehej, Imat na linte së bashku me motrën tek të afërmit. Kështu gjeja pak qetësi nga dhimbja. Shikojeni more pak fytyrën e qeshur të Odellit. Duket sikur po e zë gjumin e këmbë. Tani dim si ta qetësojmë. Odell, eja pak këtu. Merë thithë këtë cigare. Kur nëna kthehej në shtëpi, ne ishim sërish një familje, por largohej prap. Shkoja në shkollë dhe grindesha me nxënësit për të zbrazur zemrimin e fshehur brenda meje. Një herë, një nga mësueset, e inatosur prej rebelimit tim, ma shtrëngoi qafën aq fort sa e godita me bank. Më përjashtuan nga shkolla shtetërore dhe kur isha 8 vjeç, më futën në një shkollë për fëmijë me tmeta mendore dhe fizike. Jetoja me një xhaxha dhe çdo mëngjes para se të shkoja në shkollë, dragohesha. Isha 13 vjeç kur prindrit u divorcuan. Kjo është dita e fundit e shkollës apo jo? Po. Odell. Gruaja me të cilën është martuar baba yt ka për të pëlqyer shumë. Ashtu? Është shumë e butë. Do të më pëlqej shkolla e re shtetërore ku do të shkoj tani. Nuk do të jetë si kjo ku jam. E po, mjaft të thithja cigara, Odell, lëre. Po pra, më duket se të prova ca. Atëherë bën mirë t'ja fusësh vrapit para se të humbasësh ato buzin e shkollës. Nisu tani. Prindrit e mi asnjëherë nuk më mësuan ndonjë gjë për Perëndin, por një burr me të cilin Imat u rrit u bë pastor. Dhe unë fillova të shkoja në kish për të dëgjuar predikimet e tij. Ai më bënte të ndihesha sikur mund të arrija diçka në jetë.
Një ditë dola përpara njerëzve dhe bëra lutjen e shpëtimit. Por vazhdoja të drogohesha sa herë që më jepej mundësia. Kur një nga kushërinjt më mori në kamp, unë mësova drogën, ndërsa ai më mësoi alkoolin. Dëshiron një birë tjetër? Ja. Po ti, dëshiron një cigare tjetër? Jo, Del. Mua nuk më mbajnë këmbët fare. Sikur të ishin të gjitha ditët kështu. Unë mendoja se ty të pëlqente shkolla ku shkoje. Është më e mirë se e para, por ende nuk po përshtatem dot me shokët. Përveç se me ata që pinë drogë. Po, ku e gjen mallin ti? Më siguroj një fqin që jeton në lagjin e babit. Kushton shumë? Por punoj dhe fitoj paratë e mia. Kështu mund ta blej. Po, në kish vazhdon të shkosh? Të them të drejtën, nuk jam më i sigurt nëse Zoti ekziston. Mendoja se ishe shumë i dhënë pas besimit, o Del. Tani jo, ma. Nëse Perëndia do të ishte i vërtet, ashtu siç thon ata, ai do të kujdese për jetën time. Ne deshim dhe drogoheshim çdo natë, dhe shumë shpejt më dërguan në një shkollë tjetër për fëmijë me sjellje problematike. Më pas njoha Loretën, kushërirën e njerëzime. Vazhdimisht festoja me të dhe miqtë e saj. Festat kaluan nga alkooli dhe marijuana tek valiumi dhe kokaina. Një herë pasi më zuri gjumi në shkollë dhe pasi një test droge doli pozitiv, ndërkohë që isha në liri me kusht, gjykata më dërgoi në një qendër rehabilitimi me siguri të lartë që ndodhej larg. Nëna erdhi të më vizitonte. Odell, Mami, çfarë bën këtu? erdha të takoj, edhe të marrë vesh çfarë po ndodh me ty. Ke udhëtuar 480 kilometra për këtë? Ti gjithë një, ke thënë se nuk do të largohesh ndonjëherë nga vendi. Po, ja që u largova. Dikush duhet të bëj diçka për ty. Unë jam shumë mirë. Kam dëgjuar se drogohesh edhe kjo është arsye pse të kanë futur në këtë vend. Po ty asnjëherë nuk të ka interesuar se çfarë më ndodh te mua. Ç'ne ky ndryshim? Nëse bëra gjithë këtë rrugë do të thotë se më intereson vërtet, Odell. Dëgjoj, duhet të heqësh dorë nga ata shokë që ke edhe të bësh diçka ndryshe për jetën tënde. E di vetë unë se çfarë bëj me jetën time. Kur fillove duhanin e dija që vetëm të lashe do të kishe. Do të përfundosh keq po nuk ndryshove. Më interesonte ajo që nëna mendonte për mua. Një herë në 2 javë mat më merrte në shtëpi për të kaluar fundjavën me të. Megjithatë unë dilja për të festuar me vajza. Por në qendër punoja shumë dhe merrja nota të mira. Pas 10 muajsh më lanë të shkoja në shtëpi tek nëna dhe motra. Tashmë ishte verë, kështu që fillova punë, mora patentën dhe bleva një makinë. Jeta shkonte mirë, por tundimi më mbështillte ngado që shkoja. Fillova të dilja sërish me kushëririn. Pse nuk po punon më në fast food? Sepse tani kam gjetur një punë të mirë në fabrikën e mobiljeve. Ashtu? Sa mirë. Po, shumë mirë, sepse ajo që bëj është e lidhur me klasat në shkollë. Dua të them, me pajisjet e klasave. Akoma më mirë. Jeta po ndjek rrjedhën e duhur. Po ndryshon. Mjafton që të marrësh drogë. Një djalë në punë shet metamfetamin. E ke provuar ndonjëherë? Jo, por kam dëgjuar për të. Nuk krahasohet me marijuanën dhe kokainën. Metamfetamina më bëri për vete. Kur më mbaronte nuk arrija të mendoja për gjë tjetër. Kërkoja disa herë në përdhom duke shpresuar të kisha lënë ndonjë dozë gjëkundi. Kontrolloja në lagje, sepse mendoja që të tjerët mund të kishin hedhur ndonjë qesk ndërkohë që i ndiqte policia. Shkolla u bë me pagesë, kështu që vitin e 2 të shkollës së mesme e lash. Ndërkohë mbusha 18 vjeç. Duke qenë se puna ime ishte e lidhur me pajisjet e shkollës, pronari më pushoi. Ke filluar prap drogën, apo jo? A do të më lësh rahat, mami? Më thuaj të vërtetën, Odell. Kam dëgjuar se ke marrë dozë të fortë. E po pastaj? E di ti sa dëm të bëjnë ato. Ke për të përfunduar në ndonjë kosh plerash ose në burg. Mendova se e kishe marrë mësimin që në qendrën e rehabilitimit. Mami, të thash të më lësh rahat. Odell, mund të humbasësh mendjen, e di këtë apo jo? Situata është serioze, ëh? Madje edhe mund të vdesësh. Nuk dua të flas për këtë. E po ja që do të flasim, të pëlqen apo jo? Birë, duhet ta mposhtësh këtë problem. Të tjerë para teje ja kanë dalë mban, kështu që edhe ti mundesh. Unë po dal më mirë.
Nuk jam mbathja dot nga kthetrat e drogës dhe nga demonët që më kishin zaptuar. Shkova të jetoja me baban, nga shtëpia e tij tek një shok dhe nga një shok tek tjetri, ose në burg për përdorim alkooli në adoleshencë. Gjykata më mori patentën sepse i kisha dhënë makinën si pirë. Dënimet që merrja ishin gjithnjë e më të rënda, por nuk doja të ja dija. Jeta nuk kishte më kuptim. Në moshën 19 vjeçare provova të vrisja veten. Ndaj doktori më dha qetësues për depresionin. Dehesha, i pija të gjithë qetësuesit dhe zgjohesha në spital. Nuk mendoj se kjo është hera parë që provon të vrasësh veten. Këtë e them për shenjave në kyçet e duarve. Përse nuk më la të vdisja? Sepse vështirësi do të mbaroj një ditë dhe nuk ke për të ndier më trishtin. Mi hiqni këta litar. Dua të dal prej te. Nuk mund ta bëjmë këtë. Ke qenë shumë i dhunshëm. Më lini të shkoj. Shiko, do të transferoj në një vend ku do të ndihmoj. Më dërguan në një psikiatri, po pas 3-4 ditësh doktori më la të shkoja. Ai tha se isha shumë mirë. Në fakt asgjë nuk shkonte mirë me mua. Fillova të lexoja dhjetën e re, por shumë shpejt u lodha dhe e lash. Nuk kisha ku të jetoja, derisa nëna ra dakord që të merrnim një apartament të vjetër me qira në një zonë ku qëndronin rulot. Takova sërish Loretën. S'kemi Odell. Loreta? Këtu jeton ti? Po, këtu. Unë edhe fëmijët e mi kemi probleme me shoqen me të cilën jetojmë. Ti ke fëmijë? Kam atë vajzën e vogël. Edhe një djalë që ende nuk ka lindur. Po, shoqja mërzitet me ne, kështu që ne duam të gjejmë një vend tjetër sa më shpejt jetë e mundur. Po ti? Unë jetoj këtu me nënën. Me nënën the? Po. Pse nuk vjen të jetosh me ne? Po do të jetë shumë gallat, Odell. E pse jo? Nëna më pengon të jetoj si dua. Me mua do të jetë ndryshe, Odell. Nëna më paralajmëroi që të mos ngatrohesha me Loretën, por ne morëm një shtëpi me qira. Rash në dashuri me të që javën e parë që shkuam të jetonin bashkë. Për herë të parë në jetën time ndërroja dhe planifikoja të ardhmen. Më duke sikur tani ishim një familje. Por Loreta nuk ndjente të njëjtën gjë për mua. Ndërkohë që unë punoja 60 deri në 80 orë në javë, ajo i linte fëmijët me të tjerët dhe shkonte në festa. Unë refuzoja ta pranoja të vërtetën, por kjo nuk zgjati shumë. Nga ishe, Loreta? E ke parë orën? Tani është mesnatë. Kisha dalë me disa miqtë e mi. Po unë e mora pushim gjithë ditën për të ndenjur me ty. Përsa ti avullove. Edhe unë të thash që do dilja. Ti mendon se unë jam budalla, apo jo? Mendon se do të mbaj ty dhe fëmijët e tu, ndërkohë që del me të gjithë burrat e qytetit. Kjo nuk është e vërtet. Nuk do të lejoj të më mashtrosh më. Lidhi plaçkat e tua dhe largo. Ku po i çon gjërat e mia? Do t'i nxjerr jashtë, bashkë me ty. Mos u kthema. Nuk ke më punë me mua. Odell! Si një kafshë lënduar dhe e mbushur plot zemrim e dhimbje, doja të shkatroja çdo gjë. 2 javë më vonë, kur dikush u përpoq të më vidhte makinën, e raha keqas dhe gjeja kënaqësi në çdo grush që e jepja. Policia më arrestoi për dhunë verbale dhe fizike, dhe rrezikoja të dënohesha 3 deri në 6 vjet burg. Kur çështja u hap, unë shkova në gjykatë. Pa u shqetësuar fare, dërgohesha dhe merrja para borxh. Madje bleva dhe armë. Një ditë policia më ndaloi, dhe ndërkohë që po më shinin kartën e identitetit, dola nga makina dhe ja mbatha. Ata më ndoqën dhe më futën në burg ku përpoqja të vrisja veten. Kur pash që nuk vdiqja, fillova të ulëria si i marr, derisa rojet ndezën kondicionerin duke ja ulur temperaturën. Kështu u detyrova të zija një cep të qelis për të zënë ngrohtë. Ditët kalonin dhe erdhi e diela. Pranë qelis time shija pastorët tek vizitonin të burgosurit. Perëndi, nëse ti je i vërtet, bëj që njëri nga pastorët të ndaloj këtu dhe të bisedoj me mua. Kur askush nuk ndaloi, u mbusha me dëshpërim. Më pas, një burr erdhi dhe vendosi kokën në dritaren e izoluar me hekura. Djalosh, e nje Jezusin ti? Dëshiron të flas për të. Kur isha 13 vjeç, dola para kishës për të bërë lutjen e shpëtimit. Fakti që ke dalë para kishës nuk do të thotë se je shpëtuar. Sidoqoftë nuk ka rëndësi se çfarë ke bërë. Jezusi vdiq në kryq për mëkatarët si puna jote.
Nuk ka asgjë nga ato që ti bën që Jezusi nuk mund të ta fal. O Perëndi, bëj që fjala jote ta pastroj këtë djalosh. Shpëtoje me anë të gjakut të Jezus Krishtit. Ndihmoje të kuptoj që edhe mëkati më i keq mund të falet fal vdekjes tënde në kryq. Të falenderoj. S'ka gjë. Do të kthehem sërish javën tjetër. Unë jam vëlla Bobi. Fjalët e tij më dhan shpresë. I kërkova një të burgosurin e qelin gjitur të më jepte ndonjë libër për të lexuar. Përmes një vrime në murin darës të qelive tona, ai më kaloi një dhia të re. Duke lexuar librin e zbulesës, fillova të dridhesha nga frika sepse isha i sigurt që Perëndia ekzistonte. Rash në gjunjë dhe i kërkova atij të më falte mëkatet. I premtova se nëse nevojat e mia do të përmbusheshin, atëherë unë nuk do të mëkatoja më. Bobi e mbajti fjalën dhe u kthye sërish të dielën. Duke shumë ndryshe nga e diela e shkuar. Më në fund roja më nxori nga qeliza e izolimit. Jam lutur për ty. Bobi, unë kam lexuar nga libri i zbulesës. Sa mirë. Perëndia premton se do t'i bekoj të gjithë ata që e lexojnë, e dëgjojnë edhe mbajnë profecinë e këtij libri. Por a ka ndonjë që mund ta kuptoj atë që thuhet aty? Për të kuptuar Biblën, duhet të rilindesh, Odell. Kur isha 13 vjeç bëra lutjen e shpëtimit. Atëherë kërkoj Perëndis të të ndihmojë ta jetosh atë që ke thënë. Fillo ta jetosh atë që Krishti bëri në kryq për ty. E çfarë bëri ai për mua? Ai theu fuqinë e mëkatit edhe të vdekjes. Erdhi të shkatërronte veprat e të ligut. Nëse e ke marrë frymën e Perëndis, atëherë ai do të shfaqet në jetën tënde. Eci në frymë, edhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Bobi, unë nuk mendoj se po eci në frymë. Në letrën e Galatasve është një varg që më ka ndihmuar shumë, edhe thot: unë u kryqëzova bashkë me Krishtin, por rroj, jo më unë, por Krishti rron në mua. Por ajo që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis që më deshi, edhe dha jetën për mua. Ai vdiq për mua? Për ty, për mua, për të gjithë. Nëse Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin që të vdiste për ty kur ishe ende mëkatar, mendo pak se sa shumë mund të bëj ai kur bëhesh fëmia i tij. Biblia thot, sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të. Doja shumë që Perëndia të më jepte gjithçka, mbi të gjitha një familje që ta doja. Kështu të shumtën e kohës e kaloja duke u lutur dhe duke lexuar ungjit. Nuk i kuptoja të gjitha gjërat që lexoja. 3 muaj më vonë dola para gjykatës. U përballa me një numër akuzash të ndryshme, por Perëndia u tregua i mëshirshëm. Është bukur kur je sërish i lirë, apo jo, Del? Ende nuk e besoj dot që më lanë të lirë me kusht. Kur Zotit i pëlqejnë rrugët e njeriu, ai bën që edhe armiqtë e tij të bëjnë paqe me ta. Gjyqtarit i thanë se në burg njoha Perëndin. Të njohësh Perëndin nuk mjafton, Odell. Ti duhet të vazhdosh ta njohësh atë. Dhe kjo bëhet duke lexuar fjalën e tij dhe duke shkuar në kish. Ti vetëm kishe thënë këto. Do vi të marr në orën 9 që të shkojmë në shërbes të dielën. Do t'i tregosh të gjithëve që ke pranuar Jezusin. Shkova në kish me Bobin dhe ju fola të gjithëve për Perëndin që kishte bërë kaq shumë për mua. Më pas gjërat ndryshuan. Jetoja me Xhaxhani i cili më bënte të paguaja shumë para për qeran. I vetmi shok që kisha ishte Bobi, por ai jetonte 80 kilometra larg dhe kishte problemet e tij. Megjithatë dikush më telefonoi. Alo? Jam unë, Odell. Loreta? Kam të reja për ty. Kur isha në burg ja dorëzova jetën Jezusit dhe tani kam ndryshuar. Me të vërtet? Po, me të vërtet. E di që Jezusi vdiq për mëkatet e tua? Jo, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë këtë. Ja, po ta them unë. Odell, nuk më pëlqejnë njerëzit kur më quajnë mëkatare. Në fakt ne të gjithë jemi mëkatar. Por Perëndia dërgoi Jezusin që të paguante pagën e mëkateve tona. Sapo të njohësh Jezusin, jeta jote do të ndryshojë. Zemër, unë kam nevojë për diçka tjetër. Po jetoj me një burr që ma ka nxirr jetën. A mund të takohemi që të bisedojmë? Asnjëherë nuk duhet të të kisha lënë të ikje, Odell. Ti je gjëja më e çmuar që kam pasur në jetë. Prit sa të njohësh Jezusin dhe pastaj fol. Ai po që është gjëja më e çmuar që do të kesh. Po si është e mundur që vetëm për të flet? Sepse Perëndia më mbajti larg burgut dhe më dha një arsye për të jetuar. Dikur isha unë qëllimi i jetës tënde. Loreta, unë lexoj Biblën dhe shkoj në kish.
Kam mësuar se ne nuk duhet ta vendosim besimin tek njerëzit. Ti nuk e besim tek unë? Të them të drejtën jo. Ti ke nevojë për Jezusin. Prit sa ta njohësh atë dhe do të mahnitesh. Ti mendon se je më i mirë se unë? Jo, thjesht jam ndryshe. Odell, unë do të vi në kish me ty që të mund të mësoj më shumë për Perëndin. Oh, Perëndi, shpëtoje Loretën. Shpëtoje që të mund të jemi një familje. Unë duhet të kem një djalë, që të mund të arris siç duhet, dhe që i mata shoh se si rritet një fëmijë. Ajo erdhi disa herë në kish me mua, më pas nuk e pash për 2 javë. Në fund, më telefonoi për të më thënë se i kishin humbur fëmijët kur kishte pirë kokainë. Nuk mund ta besoj, Perëndi. Unë jam përpjekur të të bindem duke mos më katuar, por ti nuk më ke dhënë atë që kam dashur. E vetmja gjë që të kërkova ishte ta shpëtoje Loretën, që të mund të ishim një familje. Ti ke pritur vetëm që unë të dështoja apo jo? E pse të përpiqem kaq shumë atëherë? Këto gjëra ndodhen për shkak se isha i lëkundur. Brenda 24 orëve unë ju riktheva jetës së mëparshme. Kur Bobi trokiste në derën e shtëpisë time, bëja sikur nuk isha brenda. Por një ditë ja hapa derën. Odell, nga ke qenë? Kam qenë i zënë. I zënë. Edhe për Perëndin. Shiko, Bobi, unë e di që Perëndia ekziston, por jeta e krishterë nuk është për mua. Po ti nuk e ke provuar. E kam provuar që të shkem me të, por nuk ka funksionuar. Odell, Perëndia të do. Nëse ai më do me të vërtet, do të më kishte dhënë familjen që i kam kërkuar. Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për ta vërtetuar dashurinë e tij. Ai e bëri këtë në kryq. Atëherë pse nuk i përgjigjet lutjeve të mia? Po ti nga e di se çfarë është më e mirë për ty. Po sikur Jezusi të kërkonte të mos shkonte në kryq. Ne tani do ishim të humbur në mëkat duke shkuar drejt ferrit. Ke të drejtë. Jezusi i kërkoi Perëndis ta largonte kupën prej tij, por në fund ai tha, u bëft vullneti yt. E di. Odell, vazhdo ta lexosh Biblën edhe ktheu në kish. Mirë. Patjetër që po, Bobi. Do të kthehem. I thash që do të kthehesha në kish vetëm që ta hiqja qafe. Dhe ju ktheva jetës së mëparshme. Më pas Loreta u rikthye dhe më kërkoi që të jetonim së bashku. Vendosa të hakmerresha ndaj saj, duke pranuar të jetoja me të që më pas ta lija. Por sa më shumë që rrinim bashk, aq më shumë lidhesha me të. Ajo filloi të rrinte lokaleve deri në mesnatë, dhe kur i bërtisja, ajo më jepte fjalën se nuk do të ndodhte më. Por gjërat vazhdonin po njësoj. Në fund u largova dhe fillova t'i ndërroja punët dhe gratë her pas here. Për 2 vjet rresht bëra një jetë pa kuptim. Isha 23 vjeç kur Loreta u kthye sërish tek unë. Është mrekulli që nuk u vrava shumë kur makina më kaloi sipër. Sidoqoftë je vrar pak. Prandaj kam qëndruar me ty që të shërohesh. E po, unë tani jam shtatzën. Kështu që je i detyruar të qëndrosh. Je sigurt? Odell, nuk është hera e parë që jam shtatzën. Nga ta di unë që është fëmia ime. Është i yti që të shke me të. Edhe mos më mërzit shumë sepse kjo periudha e shtatzanisë është shumë e vështirë. Sërish fillova të lëkundesha. Isha lutur që të kisha një djalë, por duke parë realitetin e lash Loretën. Nuk kaloi shumë kohë dhe ajo shkoi të jetonte me gjyshen e saj. Merrja drogë dhe madje fillova të përdorja ekstaz. Pasi më nxorën jashtë shtëpisë, nuk kisha ku të shkoja. Kështu që u ktheva tek nëna të cilën kisha muaj pa e parë. Ajo ishte në gjendje të rëndë dhe nuk peshonte më shumë se 30 kg. Kishte filluar të kishte probleme edhe nga ana mendore. Jeta është shumë e vështirë, Odell. Shumë e vështirë. Më ka sosur dërimi. Pse, mami? Çfarë ke? Doktori thot se kam një lloj sëmundje që do të më bëj të humbas arsyen. Më pyes veten se si mund të thot këtë kur unë asnjëherë nuk kam qenë mirë nga mendja. Oh, mami. Më vjen keq. E po nuk është faji yt. Pastaj nuk mendoj se kjo botë ka vend për njerëz si puna ime. Askujt nuk intereson nëse jetoj apo vdes. Oh, mami. Mua më intereson.
Bir, ti ke problemet e tua. Nuk mund të mbash edhe të mijat. Janë shumë. Janë shumë për mua. Lëre më për ty. Po, nuk ka ndonjë mënyrë për ta kuruar sëmundjen? Po, doktori nuk më thot të vërtetën. Nuk e di. Edhe nuk mbaj dot më shumë se kaq. Jam sëmur edhe e lodhur nga çdo gjë. Unë dua vetëm të vras veten edhe të shpëtoj Odell. Mos fol ashtu, mami. Si mund të vrasësh veten? Kjo është marrëzi. Problemet e saj mendore ishin shumë të rënda, por edhe të mijat nga përdorimi i ekstazës. Një javë më vonë mësova se ajo e kishte hedhur makinën në një vend me ujë. Dhe kishte vdekur me njëherë. E dija që kishte bërë atë që më kishte thënë. Kishte vetëm 42 vjeçe. Para se të bëhej funerali, mora forca për të vazhduar përpara. Odell, më vjen shumë keq për nënën tënde. Ajo kishte problemet e saj, por më donte. Kur isha i vogël u përpoq të më ndryshonte para se të ishte shumë vonë. Jeta e saj ishte mjaft e vështirë. Javën e shkuar më tha se do t'i jepte fund jetës. Dhe ashtu bëri. Të tha çfarë kishte? Kishte një lloj sëmundje në tru me të cilën nuk mund të përballej. Po ti ku po jeton tani? Asgjë kundi. Por një kushërir më ka ofruar të jetoj në shtëpinë e saj së bashku me Loretën. Ajo jeton me të dashurin. Pse ti dhe Loreta jeni lidhur sërish? Po. Ajo pret fëmijën tim. Shpresoj të jetë djalë. Kam kohë që lutem për një djalë. E dija pak a shumë se fëmia që Loreta mbante brenda saj ishte imi, por kjo nuk më ndali që të mos i kthehesha jetës së mëparshme. Pas vdekjes së nënës, nuk kishte gjë që të më ndalte. E kisha humbur kontrollin mbi emocionet. Unë dhe Loreta shkuam të jetoni me kushërirën dhe të dashurin e saj që shiste kokainë. Jo vetëm që merrja drogë, por edhe e shisja. Kështu po fitoja para dhe pushtet. Mbaja armë dhe e lash mënjan Perëndin duke kaluar plotësisht në errësirë. Javën e ardhshme do dëgjojmë përfundimin e dëshmisë së Odellit. Deri atëherë dëgjues të dashur, shpresojmë që edhe ju të mund të shihni të paktën një grimës së dashurisë së madhe që Perëndia ka për ju. Jezusi tha: "Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetën e përjetshme dhe nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Askund tjetër nuk do të mund të gjeni dashuri të tillë. Besojeni atij shpirtin tuaj." Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues në Krishtin, ju ftoj të na shkruani në Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë ose na dërgoni një email në info@radiovit7.net. Shpresojmë të tregoni edhe miqve tuaj se kur dhe ku mund na dëgjojnë në programin tonë të herësardhshme. E lutemi të merrni pak kohë dhe për të falendëruar drejtuesin e stacionit radiofonik që përcjell tek ju të lirë nga prangat. Ndoqët programin me numër 326, dëgjuat pjesën e parë të historisë së vërtetë të Odell Summer. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe usull për një gjuhë shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programin e të tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.